lojtari që ka qenë agjerueshëm këtë javë më ka shënu golin e fitores. Neve na epshin edhe infuzion mas ndeshjeve për më rikuperu. Na lyshim një fshat që të Llukar është. Lyshim. Mirë se erdhët në Ilirs Podcast. Sonte musafiri jon është musafiri nderit Ismet Munishi. Do të shkojmë përse afërmi ta pyesim Ismetit një histori me gjë sekrete dim, e kemi pa gjithandej tu fol, tu asinë për debate krejt, po sonte te unë kam pas disa specifika të veçanta, edhe masi është muaj shaj i Ramazanit, do ta pyesim Ismetin pak më detajisht rreth agjerimit, rreth sportistëve, rreth gjithë sporti që ka të bëj me Ismetin. Ismet, mirë se erdhe, kukuvas po gëzë me thije ku je Ismet baba. Mirë se erdhe, zama. Mirë se ju zgjeta. Faleminderit shumë që ke pranu ftesën, e di që të ko maltretu, e di që ke pas loje, angazhime, ketë këto, po kur më tha që po vjen, a besën që u gëzova, pasha zotin. Me shumë knatësi. Shumë faleminderit. Ismet, ku bes po gëzë me thona thëm babre. Ja. Ke thoj bab. Ja. Edhe mu më thoi një lirë baba, po ja, ti Ismet baba është ndryshe. Ama ai baba, tash kusha baba, po thonë, realisht më kanë thonë edhe shok, thuj Ismetit, pse baba? Pse je baba, me të vërtet je baba. Bab, mirë se erdhe edhe njerë. Mirë se ju zgjeta. Faleminderit shumë. Ismet, të filloj pak rreth mas jemi dhe muajin e shajt Ramazanit, rreth agjerimit për sportistat, ju si futballer, si trajner. Çfarë mendimi keni tek sportistë e ri që agjerojnë në fush? Kapacitetet e tynev, aftësitë e tynev, si janë të agjerushëm, ku nuk janë agjerushëm, dalimi mes asajnë të agjerimit dhe jo agjerimit, forca, mendja, komplet fizikusi, a është në gjendje, po kemi qef me ditë prej teje, si trajner, po dojmë një mendim profesionist, me gjithë se këtu e ku pas edhe hoxhën imamin e Bashkisë Islamit Prishtinës, edhe profesorin e ku pas edhe doktorin Agronin, edhe kanë spjegu mënyrat e tyre se qyshëm, po kom qef me ditë edhe prej anë sportit pak, anë sportive, qysh është? Unë mas pari gjithë besimtarve islam ju dëshiroj agjerim të letë, edhe ju uroj muajin e shejt Ramazanit, edhe ju thëmë që jo bov Zoti ka bull, qysh e thojmë në gjuhën tonë. Faleminderit. Normalisht agjerimi i ka sfidat e veta. Gjithmonë dhe me thonë me futbolista, na kur i kemi futbolistat që na agjerojnë, ju përshtatemi. Gjithmonë në për skuadra, kom pas futbolista si trener që kanë agjeru edhe i përshtatemi edhe orarit të stërvitjeve, që kujdesemi që ata gjithmonë, edhe nëse jam trener në një vend tjetër, se kom futbolistat që udhtojnë, gjithmonë përshtatemi që ata të mrinë me kohë në shtëpi, edhe kur kemi, do me thonë, drekën e lojës, na shkojmë lojtarë cilët nuk agjerojnë, ata që agjerojnë vinë drejtën lojë, do me thonë, e ndryshojmë pak protokollin me ata futbolistat që agjerojnë. Normalisht, për sportista nuk është e kollajshme, sepse sporti ka të bëj me energji edhe me ushqim të rregullt edhe të fortë gjitha me radhë. Mirë po futbollistat ata që agjerojnë e këshillomi me ta mënyrën e dietës se çka të hajnë. Qysh mu sill gjatë stërvitjeve këto? Po, do me thonë kemi edhe lehtësime, kemi edhe nëse i kemi 3 deshe njavë, muj me bona i rotacion, me pushu dikon, shkaku i ngarkesës fizike të lojës, edhe normalisht se futbollistat edhe mësojnë një far bioritmi, flajnë pak ma gjatë, qohën pak ma vonë, rinë natën pak, apo kupton, konsumojnë ushqim edhe në periudhës mes iftarit deri në sefer, po. Po, Ismet, për shembull, ju si trajner profesionist që jeni, edhe keni qenë edhe futballer, koncentrimi një sportistit, po thom, kushtimisht me marrim një sulmus,
edhe është agjerueshëm, edhe është gjatë kohës të agjerimit, ai veç i del me qenë fush, po foli për shkak se i pa disa lojë këtu kur kanë qenë në kohën e Ramazanit. Do me thonë, po foli kampionatët që kanë marrë pjesë agjerueshëm lojtarët. Kam pas një koncentrim. Unë që shko mujt me vlerësu si i lirë, si thjesht një amator në saj përket sportit, po ju si profesionist, a mundeni për shembull një sulmus me qenë agjerueshëm, a e ka koncentrimin për shkak të agjerimit, për shkak të nervozës, për thëmë, ka njerë se me gjithse edhe pse është mu i shajt, është mu i mëshirës, është mu i qefit, a din se njerës, kërkush me zërë nuk nashtin me agjerim, po ju që shë vlerësoni si trajner, për shembull nëse keni sulmus të mirë, edhe është agjerueshëm, a e qet nëse është veç loja është me agjerim? Gjithsesi, sepse duhet me pranu besimin e secilit, do me thonë, edhe duhet me pranu edhe sakrificën e secilit, edhe normalisht na kemi edhe ndeshje për shembull tash është praktikohet edhe në përloj kur është koha iftarit ndërprehet ndeshja, lojtarët e prishin si me thon hajnë diçka, një hurme, një ujë, po hajnë një banane, do me thon është një 10 minutë pauzë. Po, është një pauzë. Është një respekt. Është normal sepse futbolli është sport edhe FIFA edhe UEFA kanë investu shumë kundër racizmit, kanë investu shumë për tolerancë, edhe ndërnjerëzore, edhe fetare, edhe gjitha, do me thonë, edhe kemi edhe në për stadiumet shumë të mëdha, kemi dhomat ku falen, apo kupton edhe gjitha këto, kështu që është një diçka e mirë që nëpërmes sportit promovon vlerat e tolerancës. E vërteta, e shumë sa një mirë është. Unë s'po dyshoj aty as pak, nuk po dyshoj as pak edhe në mes lojtarëve që kanë respektin maksimal, sa i përket ndërdijes fetare. Po problemi po thon tek lojtarët, kur është agjerueshëm. Sipas juve, a është koncentrimi normal? Unë e di që kanë besimin, e di që kanë me vedije të shdosh edhe të plot, agjerojnë që është një lloj diete, është një send i mirë për organizmin, po forcën, dijen, koncentrimin, unë po të thomë si i lirë, kështu po ta marrë një mënyrë, nëse nuk hatën ditën bukë, se kom problem. Nëse nuk pi ujë, kafe, e kom shumë problem. Unë si i lirë, për shembull, muj me bo një lapsus me shok, nëse më thot dikush, kur s'ka kafe, atë s'po pina kafe, po pina kafe. është me njerë një arogancë ndaj tyre, që ata me pa të drejtë e bëjun ato. Këto po du me ta gjithë dikon si po folin anë profesionale për ata. Në fillim normalisht se njerëzit trupi njeriut secili njeri e ka bioritmin e vet. Edhe në fillim është pak më e vështirë. Derisa të mësohet edhe organizmi me një regjim të tillë. Sidomos java e parë, 2-3 ditë e para, do të thonë pe flas edhe pe përvojës, po pe flas edhe ato që kam pas përvojë me lojtar. Mirë, po pastaj mësohet edhe organizmi. Ata, do të thonë, ditët e para janë pak më të vështira, edhe ditët e fundit janë pak më të vështira, sepse është një proces sporti ku duhet mjaft energji, duhet mjaft forcë fizike, dhe normalisht sa ato ditët e mesit kur mësohet organizmi i futbollistit përballohet shumë e kollaj, por e kom pas që ka fundi veç fillon ka pak më shfaq një lodhje. Edhe normalisht ose i kursejmë të dikush nuk shfaqet, më varet edhe prej trupit, na kemi futbollista në moshë 3 që nuk e nin fare, për shembull. Unë e kom pas lojtari që ka qenë agjerueshëm, këtë javë ka shënuar golin e fitores, Mergim Tepçeli. Bravo, Mergim. Apo kupton, edhe nuk ka dhe Egzon Sinani, edhe ka pas edhe futbollista tjerë që nuk janë vrejt prej këtyne tjerëve se cili është agjerueshëm apo cili jo. Po, ama për shembull, apet po kthehemi në ato na djetrën që ka thonë ai të Shordhani që ka thonë 30, a peshe ka funi ka pak po vjen, pelshon pak fuqia motori, se ju si sportista e kanë një specifik të ushqimit, sa duhet me hangër, çfarë proteina, çfarë kalori,
Doping s'përdon, e di ato, po. Është pak specifike. Unë si lirë, si artist nuk e kom problem. Unë sot ha pull, nesër ha veç sallat, se kom të lashe, se mu nuk varet aje prej meje. Te sportistat është pak ma specifike, është ma e veçantë, është ma ndryshe. Është e vërtet, por ata që besojnë edhe praktikojnë, dhe me thonë, i përballojnë gjitha. Unë kom pas edhe kur kom lujt, kom pas bashkëlojtarë cilët kanë qenë agjerushëm në fazën përgatitore, kur i bëjshëm nga 40 vitje. Edhe ka pas është një sfidë, por ata me besimin në Zot e te i kalojnë me sukses. Koncentrimin a mundesh me vrejt, për shembull, a janë të koncentrueshëm kur luajnë, a e kanë vëmendjen, unë e di që ata hinë me mishe me shpirt, aty s'po diskutoj as pak, aty nuk po du me dyshu, po si sportist për shembull, unë po të thëmë tek aktorët e na, edhe pse është muaj shajti Ramazanit, kem aktorë që ninojnë, agjerojnë, kreton rregull, ju përshtatemi kushteve, do me thonë, fillojmë mos mu paratyne prezencën, mos mu e pi ujë sene për shkak se do është disrespekt. E kuptojmë ato. Po, ka njerë mundohemi gjithçka tjetë këtë muj. Mos mi ofendu, mos mi ngarku, mos mi stën ngarku, se nuk është e drejtë. Por, me bo me ndodh njona prej kësajna, mi stën ngarku e këto, vret ka pak që teksti nuk matë shumë men, loja, veprimi, si pasoj, ndashta, unë s'pa thonë që ai për një shishe ujë si t'ja bot ekspert edhe me njerë, një nalë nuk din me lu. Pak e vremna si kolegë që jemi. Ato po du me ditë te sportistat. Ma din... është normale, po në sport ekzistojnë edhe zavendësimet, na kur është shumë dikon që jo lodhë dhe mujna me zavendësu. Nështë nuk mund me lujtë 90 minuta, lun 70, gjitha këto janë prezente. Te dikush edhe mundet me ndodhë, po te dikush e përballon shumë mirë, në varet krejt prej organizmit. Këta trit, më këta s'po të vesin, ismet, këta trit janë këta, unë po thëmë, pak më s'pon për generatën tonë, po, që e generata pak, ma se sporti dhe në sa vjetë mundet një futballer me lukë, dhe 4-5. Tash o zgatje gjatësia se ka përparu edhe shkenca, edhe mjekësia, edhe nutricizmi, po din çka me hongër, po din çka me pi, mënyra e stërvitjes, regjimi, disciplina, gjitha janë prezente. Lojtarët e sodit janë ma disciplinuar se na që kemi qenë. Na kemi pas marak kapak edhe na alkohol, na i cigare. Me dalë për diskoteka. Do të me thonë realitet, këta janë shumë ma disciplinuar. E vërtet, unë kom pas rastin, edhe kom fatin, kom marrë pjesë me të ndjeri Fadilin Vokrin në për këto në Kroacie, në vendet tjera, kur vishin njerë pa të thonë ushta të me, që unë të menu, niste nishi. Unë falë të menu që jenë arta televizionit niste një, thashon në i kolegë pesho, tani më thanë ata jo, thase. Selekcioni unë isteli. Edhe i kum pasa e në disiplinu me këto, po gjithmonë ti sportistin, si të mos futballerat në kohën tonë, në kohën yje, me pati lejtarët e Prishtinës në për kafe, në për kafiqe, di kanë najtë do venet saktume, neve s'na leshen as me isi fmi, veç me pa për gjami, ku e pash, këto e pash Murishin, e pash Fadilin, e pash Prekasin, jënë konë interesant, po ta shtu mo është problemi gjithë këta trit në për diskoteka, edhe po më duket ka njerë sikur këta që bojnë dhun, e që jam gjesin do magneta. Që s'gucojnë me dalë, për si i kontrolon me GPS, teknologjia është avansu. Sot, ku petin, që më mëse prek, që këto, ta gjithë vakcin, ta shti në UPS-in, edhe atë farë, që apë i thoi kësaj, që të gjonë, GPS, po GPS edhe të nëzojnë, ka të shkollë. Nashta dhe ajo është pak e frikshme, ha? Tashti, këta lejtarët e ri, kur janë për pushime, mujnë mi frekuentu pak me konë matë lirshëm, por ka ndryshu edhe ritmi i lojës pak, edhe ka ndryshu edhe nuk mund me përballu. Futbolli po luhet ma shpejt, vrapohet tash ma shumë se sa që është vrapu ma përpara. E gjitha këto, edhe këta, edhe ka evolu çdo gjë, do me thonë. Normalisht që kur ka evolu çdo gjë, ka evolu edhe sjellja e sportistëve, edhe kritikat na që ju bojna, edhe
thjesht nëse nuk je disciplinuar nuk mund me mrrim futboll të sotit. Do të me pas shumë disiplinë. Përpara, për shembull, trajnerat, ty tash je vetë trajner dhe vetë ke qenë edhe futboller i lirë. Ti, Ismet, përpara si thash i lirë vetas, përpara, para mendo, po më duket që edhe dyshyshe dhe bari u kon pak maj got, edhe kur i msheshje topi tuk, disa shkoj ke kogja, ta shpejt, tatat, në sekond, tatat. E ke pa që është po luj. Çdo gjë është bo për me shpejtu lojën, do me thonë topi është më i shpejt se përpara, fushat janë më të shpejta, gjitha. Është e vërtet. Krejt. Është e vërtet. Po e shqyr Nisan ka met veç që u met ka dale. Ajo që e kena bo gjithë. Me hongër. Ismet. Kalzona pak për te lojnë pak kthemi pak në show, se është edhe Ilir's show, është edhe Ilir's podcast channel. Na zakonisht e kemi këtu me komedi, kemi qef ka pak me nxjerr, diçka më të mirë në të mundshme, diçka me kesh, dhe se jemi bo shumë serios në çdo aspekt, duke fillu pej politikës deri te sporti, serios. Duhet pak me kthy këtë zhandër. Tregon slovent, e keni histori interesante kur janë slovent. Këtu pe Ljubljanës me marrë një futballer tjetër e kam pasë janë hinë fushë ta pa ka gjetën ty. Lujte ma mirë, u tregove. A e ke dit ase ke dit? Nuk e kom dit. Edhe për qëta që se ke dit, kanë përzgjit. Garant. Po luishim na në kohë të okupimit të na për zonën nga stadionet dhe na luishim një fshat që të Lukar është. Luishim një stacion për të Makovci, pas para Makovcit. Edhe luishim aty edhe vjen një menaxher Nezmedin Axhiu, atër vjen aty edhe e përcjell lojën, ai vepronte në Sloveni, në Kroaci, edhe më thirr një shok jemi me telefon fiks, atëherë kanë qenë telefonat fiks, thotë orë një menaxher, tha të ka po, tha shkum ka po, tha të ka po në loj, tha shku orë menaxherin Lukar, janë nësë me kesh. Po ku vjen aty? Aty s'gjen autobusi, jo menaxheri. Na ishëm të mshelun as çfarë menaxheri, ishte rruga e keqe derisa shkojshim me lujt atje. Edhe okej, thash, ja dha numrin, u takum pastaj me Nezin edhe to bo ma bet s'kisha as pasaport, se dashke me kryu ushtrin. Pa, sa vjeqar e koni Ismet? Atër jam kon 20 vjeqar. 20 vjeqar. Pa, po që ashtu. Hazër për regrut. 20 vjeqar edhe Nezi do me thonë me regullejt gjitha, s'kishëm në atërë, ka qenë edhe fukar Allah, s'kishëm as mjetas. Na i pagujtit gjitha ato me pasaport, aso dashke pak me intervenu, me gjithë do lidhje. Do lidhje, da. Fati, ata të regjimit e kanë dashtë sport, i pak kanë pas tolerancë. Pasha zotin parët i kanë dashtë. Po që ajo kur sport, tjetë kujtot edhe ata dhe sport për dhëm, kur shetë që fara. Sport për dhëm. Ne, kështu ka qenë, edhe pastaj shkum Sloveni, atje në Maribor, gjithdo gjanë ndryshe, klub shumë i organizum Maribori, Vani bukur. Me të thonë drejtën edhe... Sa të ka rajs me të atje? Në Maribor, 2 vjetë kom nejtë Maribor, pastaj kom shku në Turqi, prej Turqis në Izrael. Kja dhënë do gola, ko që në Turki? Po, mirë kemi kalu në Turqi shumë, kemi kalu mirë, ndeshën e parë debytoj, jap gol me Beshiktashin. Në Izrael ke qenë për Turqisa? Po, në Izrael një vetë. E këto se pas në ditë. Po, në Izrael një vetë, në Makabi Ercelia, edhe aty kemi kalu shumë mirë. Me njerë mas jo kry lufta në Kosovë, vitin 2000, luj një vetë në Izrael, pastaj prap kthejna në Sloveni në Olimpit Ljubljanës, tash, që kanë qenë rival me Mariborin, sepse treneri jam ka kalu atje edhe me çdo kusht, edhe në Olimpik kemi kalu shumë mirë, në Ukrainë, në Shqipni, në Bullgari, prapë në Turqi, pa ta shku prej Slovenisë në Bullgari, prej Bullgarisë prapë në Turqi, e kështu me radhë mirë. Në Shqipni qështë kam prit? Shumë mirë. Mirë? Shumë mirë edhe në best kavajës kom lujt aty, edhe në atë kohë liga nuk ka qenë liga jone pranume, edhe e bonëm një lidhje shumë të mirë me besën e kavajës, edhe pastaj shumë futbolista
kanë lujtë në Best Kavajës, Alban Dragusha, Driton Krasniqi, Shpëtim Babaj, Bernard Berisha, Jashanica, ky Vedat Muriqi, Erdin Ashani ka qenë, Valon Bajgora, shumë futbolista kanë Liridon Leci, shumë futbolista kanë aty sepse lujtë mirë, me thonë drejtën, edhe gjithë kush ka shku, pastaj gjithë kanë tregu lojnë atë mira, dhe pastaj prej atyt dilshin në klubet të ndryshme të Evropës. Kushte, qësh kanë qenë për shembull për këtyve dallimeve në Turqi, se Turqia i ka prit gjithë që për shkak të edhe popullatës, ata diçka milion, më kujtohet një shok jam, veç bjemnin e ka pas Prekazi, a diçka bëjke në Turkive. Qatë dush, si ja ka të ke pasoshin Prekazi dhe ke ko vlla. Futbolli është në Turqi. Turqi është. Nëse s'ki, me dikon, nëse s'ki që me bu muhabet, veç nisja për futbol. Falë edhe. Me njerë, të po du me thonë dallimin mes Turqis, Izraelit, Ukrajinës, me gjësë edhe Slovente kanë ko gjatë ngritu përveç skijimit. Sloveni. E ke pas një historie në autobus, Sloveni, keni prit në autobus. Po, në skijimin Sloveni o sport nacional, edhe që tashti i kanë pas ata skiator të shumë të mirë, edhe plus kanë qenë edhe do skiator që kthejshin kështu largë. Na shqiptarët pak ma, edhin tash kejt ekipi e prishëm dej sa kthejke aj, se ka qenë rekordmen botnoraj. Shka ishin nerva, menën të loja, ata e prishin dej kthejke, dej unë shejke me këcy, aj do me thonë kejt e prishëm kthejke, hypshëm në autobus, shka ishëm loja. A që të s'kena qef na me prit, edhe paramenon dhe gjithë citot mu kun agjerushëm, e pre Slovenin me këcy, pa, ku mos me plas. Nere që shtu shkume nalqeshin do filma në televizor edhe për mja u këthy që tashti atër o kon Jean-Claude Van Damme edhe që tash më rritëm në atë të stadioni edhe për një me dikur rejt me ato ma të fortin në fond që ato e lërë gjithë për fond a i trenerit që në dalim për e do thash të kësyrëm se po rejt me ma të fortin që tash të kësyrëm filmin një satës disa adin me ljon për pak mos janë zirvishti për 10 minuta. Të kësyrëm se o reke me ato të fortin fund që rejt. Që ato gjithelen për ma në fund. Qaj thire qërshi. Qërshi. Në bitort. Në Ukrajin ismet? Në Ukrajin një vit kom lujt aty. Ukrajina atere sidomos e ka një stil të veçantë shkolla ruse, se o shkollë ruse ajo. Po, normal. Apo kupton të pregaditjes fizike. Apo? Po. Hajde spjegona pak lutëm. Të pregaditjes fizike, tempo i stërvitjes është shumë i nalt në fazë pregaditore, stërvitshim nga 3 herë në ditë. 3 herë në ditë? 3 herë në ditë në fazë pregaditore, edhe janë shumë tranzicionin e kanë shumë zhvillum kundër sulmin që i thojmë na. Edhe që i mbromi edhe me dalë shpejt për para. Po. Edhe për ato dhe me thonë janë shumë të njoftën edhe një trener është Valeri Labanovski, që ka qenë treneri Dinamos Kievit të famshme kur e mujke Barcelonën e këto. A i dhe me thonë ka qenë edhe inovator në futbol pikërisht për këtë tranzicionin që e ka bo mas mirti, edhe trenerat matë mëdha i kanë mësu pitina. Edhe ka qenë liga shumë e fort atere kur jam konë une, pastaj na jemi konë me Debatik Curin, pastaj Ordar Mendolko, Amet Jonuzi, ka qenë atë kohë dhe Alban Dragusha, edhe ka qenë liga shumë e mirë edhe kemi kalu shumë mirë në Ukrajinë, dhe me thonë, edhe klubet kanë qenë shumë të organizume me qendra stërvitore, me fusha, me regjim. Kushtet kanë qenë të mira. Kushtet fantastike kanë qenë. Po, du me thonë edhe ona po foli materiale, se që ajo është me rëndësi. Po. Që ajo është me rëndësi. Edhe ona materiale, sepse me thonë drejtën tash këta lejtarët e kategorisë të parë pritëshin me shku në këto vene, për shembull në Ukrajinë, në Rusi, tash ata ishin me çdo kusht, për shembull, me marrë lejtar pak që e bojnë diferencën me lejtar aty të venit, edhe ona financiare, do me thonë, ka qenë jashtëzakonisht mirë. Qysh është pritja për shembull të vendor, po të thomë në basket këtu te na, kom rastis mi taku basketbolistat e Kosovës. Edhe kur mershin dikon, sidomos
ta me gjyrqen, pak ma lirë, e kam pas një lloj xhelozie, një lloj muri, nuk i leshin fort mu afru, për shkak se, është e vërtet, kur ti je këtu, po të foli edhe në komunitetin artistik, nëse unë jem këtu për një rol caktum, edhe vjen një aktor, s'po foli emër, po vjen kështu pe një venit tjetër, e kemi një farë lloj xhelozie na pse, për na i merr paret neve, po vjen ky pe aty kur që të e bëj dhone. Që shokun ajo se thonë të Ukrainës e ka një kulturë të veçantë pak. Janë shumë popull i kulturë. Shumë. Përgjithësi edhe gjithë domethënë janë popull jashtëzakonisht i kulturuar edhe neve na kanë pritur shumë mirë. Neve na kanë pritur shumë mirë, në akoma kemi lidhje, akoma për shembull edhe ju gjithë lojtarët që kemi luajtur atje, ju kemi ndihmu shumë njerëzve që kanë pas nevojë tash kur ka qenë pak luftë. Gjithëve ju kemi dalë ndihmë domethënë, edhe Armen Dallko, Debatik Curi, edhe Ahmet Jonuzi, edhe Nezmedin Azhiu, edhe unë gjithëve. Kush na ka kërkuar në ndihmë se diçka ju kemi dalë ndihmë sepse kemi kaluar shumë mirë atje dhe kemi shumë miq në Ukrainë. Bravo. Pa sa interesant. Për shembull, dallimin te Ukrainës këto që po thu me kundërsulm, po shi tash edhe në luftë. Sa janë atletashë, sa janë luftar, sa janë korpulent që me thoj, po nuk po kanë frikë ton ati giganti rus, para me në ton atë teknologjia, atë forcë, atë që janë mjë dalë për balë, është kogja një trimni. Na e kemi paka shumë e kemi ditë se na e kemi në gjofë. Mentalitetin na paka shumë po pjesën tjetër, po e kemi përjetu. Po, e kemi përjetu edhe unë ju thejsha edhe këto, edhe shokve ju thejsha që janë shumë popull trim, ne nxjom edhe mentalitetin atje është për shembull Ukraina perëndimore, Lvovi, kufini me Polonin, domethënë Karpatet atje. Atje se na kur jemi konë na e mësum me folë rusisht. Edhe ata e kanë domethënë gjua edhe ukrainqe, po na krejt communication atëre rusisht, na e mësum rusisht, edhe kur shkum në Ukrainë perëndimore, une me një dyqan e më këshyrshin shtremta, po kupton. Kur folë që rusisht. Po, adin edhe e kuptova që ata ishin pak ma dhezt se pjesa tjetër. Se pjesa veriore. Po, se pjesa tjetër edhe masanena edhe i pëqa ata krenarineve të qënë të Ukrajinës, se ju vike bile i nati dhe ishin të na menojnë kejtë na shojnë si rrë, di se për Evropën si të falë që këta ka rësë. Pavarësisht. Se kemi ditë. Po, se kemi ditë. Unë e njetë kër im shku në Zagreb, me këtë ekskursion, edhe na kemi midu që gjua serbokrate, është që e që mësojmë në këtu, në fakt në asë një fjallë se kemi mësu këtu kroatisht, dhe të memni ka qenë serbokratisht, në veç serbisht kemi mësu. Edhe ku shku, më din në përdoveni. Kroatisht ja ka dalim. Shumë dalim. Edhe në atë ku lip shumë ata në këshyshin shtremt në për dyqane. Kru. Po, glavni Kolodvori, thëshin, cesta, do fjallë që në ato si kina një kur, na thëshim kështë me këta qështë na po folë me njëjtë edhe kjo me Ukrajinë. E te Izraeli pak, me që se unë e kumpunu në Londër te Izraelit që janë majnë biznese, restorane këto, e kanë një farë krenarie, janë pak si popull që thoni për zgjedhën i Zotit, janë pak ma kësi po, qështë ke kalu të ta? Unë kom kalu shumë mirë edhe tash edhe në bazë të historisë, edhe kishin respekt për shqiptarët, domethënë edhe për shkak të ngjarjeve historike që i lidh. Na po, sidomos i kanë ndihmuar. Po ju kena ndihmuar gjatë luftës së dytë botërore, ata e dinë shumë mirë. Edhe në Kosovë, edhe në Shqipëni. Edhe kur kom qenë, unë ka qenë armë pushim. Domethënë nuk ka pas asnjë lloj telashe edhe është një ligë e mirë, i thojnë sikur mini liga e Spanjës, luhet një futboll shumë teknik. Ja po? Luhet një futboll shumë teknik, veç është pak në problem sa tepër nxehtë. Javën e parë. Atë ka përbu me ardhë më të shkrijune. Beso që me bo me shku, për shembull, hub kilogram, unë për veti vetë, dhe me thonë, neve në epshin edhe infuzion mas ndeshjeve për më rikuperu sene, sepse mas çdo ndeshje i hopshim 4-5 kilogram. Shumë e vërtet. Edhe na lyshim edhe në 8 mramis, kur lyshim ishte 40 gradë. Apet në zet, do me thonë se ditën nuk ishe shansa, këtë venet i klimatizume, këtë edhe
edhe sistemin e ujitjes e kishin një sistem pik-pika, do më thonë që në atë kohë, edhe gjelb krejt, do më thonë, edhe bari ishte pak ma ndryshe që i përballon ato kushte, edhe bari në fush, do më thonë, nuk ka qenë pak ma ndryshe. Është shumë interesant. Po, kemi kalu shumë mirë. Aty e kom pas një bashkëlojtar që jemi shoqënu shumë, një Daniel Griffiths, ka qenë kalyt në Watford, ka qenë Stefan Shelley, ka qenë hungares, shumë lojtari mirë, një Ukrainës, Oleg Neduda, ka qenë. Aty jemi kon edhe një Robert Marošić, një Kroat. Jemi kon 5 lojtar të huj, po kemi kalu shumë mirë. Me thonë, është vend i mirë, është vend shumë, është vend ma ndryshe. Ma ndryshe se të tjerë. Po, e Middle East që pithojnë ajo lindja mesme është pak ma i ka të specifika, është ndryshe. Ismet, si futbaler pedim, po si trajner, ku e shë Kosovën? Kampionate këto, apo na kalzon pak për lojtarët e tu, për stërvitjet, për ku ishe Kosovën? E di që kemi pa debatit, kanë lodhë me kësi pyetje, edhe ne po kom qef pak me dit, po du me nëzirë diçka në piti pak ma ndryshe diçka. Qysh e she? Ta shti me thonë, ka vend për përmirësim, do me thonë, sikur në organizimin e klubeve, sikur në infrastrukturë që nuk kam punu qas shumë, edhe gjitha nga pak, por me gjithë këto kushtet të vështira që i kemi, edhe na kemi arrit me prodhu shumë futbolista. Shumë futbolista dhe sidomos do me thonë prej tokës Kosovës për shembull ka dal një Vedat Morić, një Edon Zhegrov, një Milot Rashic, Amir Ramani që këto ka fillu, ka lujt edhe o shku për shembull Lun tash Napoli është kampion i Italisë, Edon Zhegrov apo lypin krejt Evropë. Milot Rashica, Vedat Morić është në klubet që ka qenë lojtari kryesor, ka qenë. Tash është edhe kjo gjenerata e re që po del Delova, Lindone Mërlau, që ka ndalë tash Albion Ramani, Ermal Krasniqi, Rishtazi që ka ndalë pej këtuit. Do me thonë, ne kemi një gjenë për futbol, po të përmirësohen kushtet organizative edhe në për klube, edhe në përgjithësi, po të përmirësohet infrastruktura, unë besoj që do të mërim edhe ma shumë. Është duke o përmirësu, futboli mujna me thonë se është duke o përmirësu, zakonisht shumë Kosovë, por nuk do të me konë të knashën, do të me punon vazhdimësi, A e vlen për shambull një futbaler tashiri që del, për shambull, a i ofron Kosova kushtet që shofrojnë vendet e tjera, për shambull, ju vetë keni qenë në Sloveni, keni qenë në Turqi, në Shqipni, në Izrael, në Ukrajin, prapje këthy në Kosovë. Unë e di që njerëz kanë emocione, kanë shpreh, dojnë vendin e vetë, dhe shëqër që e dojnë edhe për në ngritin ftyrën, kur peshohen për shembull që sportistat, këngëtarët, jashtë, po knaqesh kur pithu dikush tash, I am proud to be Albanian, a din më kom për me të vërtet, se gjithmonë na kanë thënë sikur italian vit 1900-ën përpara, po. Tash po kemi qef kur pithu dikujt jam Albanian. Po e vlen një sportist për shembull, mi sakrifiku krejt këtu, me najt këtu. A kemi kapacitetin na për mi ndihmu atina dhe me majt këtu? Futbolli është me nivele, edhe është sikur kati i parë, kati i dytë, kati i tretë, ose niveli i parë, niveli i dytë, niveli i tretë, edhe vetvetiu kur futbollisti i kalon nivelet, të merr niveli tjetër, se futbollistat janë shumë të kërkuar. Qartë. Pavarësisht na sa do me pas pare këto, një futbollist i cili e kalon ligën e Kosovës, e shohin ata, me njerë kanë me marrë me që një vend tjetër, prej ati vendit ma nalt. Shqyqër Zotit po kthejen gjithë po lyjnë për kombëtarën e Kosovës, është me rëndësia jo, edhe presëm tash është stabilizu kombëtarja, sepse kemi vujt pak. Po bre, jo pak valla, po koqa shumë. Ka e më konë sinqert, kemi vujt ton këta yje, kemi pas jashtë Ismet ton këta njerëz. Tash këtë treneri Foda e ka stabilizu. E ka stabilizu. Apo na trego pak mund si qyshet, qysh ka ardhi të kjo. Se qyre, kur për shambull, të marrë Ismet Munishi, ti që kjo Ismet sot, po me muje ndryshe, vjen i tjetër është ndryshe. Ti apet qa Ismet je? Qka ka ndodhë tu?
Qysh ka ardhur kjo se primet ton këta lejtarë na që i kemi, unë gjithë komendu që Kosova, këto fazat e para si ti vetë, Nuk kemi pas fort fat me trenera. Do me thonë është sikur puna e filmit të regjia. Regjiseri, o shumë e rëndësi. A mund mi pas artistat krejt mirë, po me qenë regjiseri i dopt kur qysh nuk i del filmi. do me thonë, Njëjtë është puna e trenerit. Dora e trenerit është sidomos në futbollin modern, ku ka shumë strategji, ku ka shumë analizë. Na nuk kemi pas qaq fat me trenera, tash ky treneri Foda mujna me thonë që jemi të kënaqur sepse në mas të madhe e ka stabilizu kombëtarën. Ne presim, tash presim ditë më të mira. a ndodh për shembull tek lojtarët kur e shohin që treneri, po them, nuk është qaq stabil ose nuk është qaq aktiv ose s'është qaq strateg, lojtarët me marr lojën dorë. Për shembull, në art po them, mos me qenë regjisorin do skena që s'din, komuniteti artistik pak e ndreq më ndryshe, thënë dëgjoj, e kisha bo që tu për shkak se po më duket më mirë më tërë, se kisha bo që të ndritë se po del hije. Atin kem një farë stili që muj mi dhon. A ndodh kjo në sport, për shembull, në kombëtare që kemi pas një trajner, po thojmë, që s'ka qenë fort, e ka neglizhu disa situata të tilla, a mujnë lejtarët për shembull me shku me marr. As guxojnë, do të më përshtat komplet. Do të më përshtat rrethana, do të më përshtat domethënë aty në detyrave që jep treneri. Keq, s'ka çare pa më. Do të më kon dëgjueshëm. Edhe plus na jemi pak si kombëtare, na nuk jemi as Gjermania as Brazil, na jemi pak më inferior. Na do të më qenë shumë në rregull në gjitha aspektet për me bëni sukses, një progres. Te na pak mos me qenë diçka në rregull, na nuk mujna me bëhat hap. Për shembull te Brazili, edhe me qenë treneri top se janë ata. Po këtë po do të thonë. Pa i se shtin Neymarin, e shtin Ronaldon apo. Po, apet është. Po që kjo, këtë po do të thonë, te na a mund të më ekzistu kjo? Kur ka marrë kjo? Është pak sipas teje. Nëse vazhdojna me kit trend, do me thonë nashta dikon mas një 10 vjetë nuk ka me pas rëndësi kush ka me kon trener, po Kosova ka mu kvalifiku. Bravo, po kjo është me rëndësi, kjo është informatë e mirë, kjo është sani mirë, dhe po ma merr mendja që me këta njerëz, këto lejtarë që kemi, këto aftësi, këto kapacitete, ma merr mendja, qyre ty të kanë gjetë llokar. Po këto një shku me lut ka po, të ka gjetë. Ka njerë po thom, nuk janë fort ato sa është dashnia. Unë ka njerë ku i kum po lejtarët, jo që diçka po, nuk japshin fort shpirt lojës, kombëtarës, adin qysh po thu vendet e tjera, ke po kur të lune, dyqysh e ka me shpirt. Te na e kam pas një farë, nashta unë e kum po në synin e tjilë, një zbehje ndaj do shta për shkak të referit, të trenerit, që nuk i ka dhonë kushtet, ka dhonë rrethana, nuk ja ka dhonë që ka njerë të vynë edhe në bazë të filmave, ki pa, kur jap e qënë luft, ose e qënë fush, betej pa push, po të binë, motivon të ato të emancipon, jepi, shko, mje maj miri, je këto, që bilizezate me keto, you can do it. Për ima, you can do it ka njerë. Në futbolin modern, i lirë besom që shumë e rëndësi pjesa e trenerit se tash bon video analizohet kundërshtari. Pastaj përzgjedhja. Pastaj si don me lujt kundër çati kundërshtarit, me cil futbollista don me startu, ka shumë faktor që treneri do të me qenë edhe me stafin e tij, jo vetëm ai, por edhe stafi i tij do të me qenë shumë okej për me bëni progres në rezultat. Ismet më kanë thonë të shokë, kom një unë që është refer, tha pyte Ismetin, pse për rejnë në referat, ato ma kanë rej vetë Meriton Berishën, e kom shokë, ma kanë rej, është ansorë kësi. Pa ansorë, në gjilan pak në asi, pa jo, tash jo me të ndrejtë, për para po. Edhe tha Ismeti, pse po shkon thanë varë, tha po pisket e vari, unë e dejvoni thësha farë, e ndigjoj ato kur ja përmerin emnin që këto çdo javë ku i qesin aty këto, e kur e qesin varë po të nervosve, me që se zërë bi kujtojt e kur e kanë sulmu. Tash mos pi rejnë, jo. Kështu që meriton mos o tut. Pse po ndodh kjo? Për para, kur nuk kemi qenë të pranuar, do me thonë, ka pas aty këto naj ekces, po tash është regullu, do me thonë, tash
A presioni gjithku një botë refera presion, edhe në Premier League ka pak. Normal. Presioni është prezent, ka një herë na edhe kërkojna me pa varin, kër e shojmë në i situatë. Edhe pjo thojna pse investuam gjithë këto pare, s'po shkon me këshyre, na i kena investuar me rregullu, shkëpqyre. A ka drejt mos me këshyra? A je vlerëson, po nëse e thirin, do të me shku me po. Po ai prap nëse është i sigurt mund mos me shku. Po. Ka njerë edhe këtu kona i aty Po këto. që të talojnë pak si të tik ti thu. Apo kuptan, edhe tash jem duke zgjën të flinës, na mytën të na dëmtu referat me ngu emisione televizive, këjt thojnë jo po na, unë s'po shoh kush po na animon neve. Ka qenë një rast nuk e bën penalti aty shkon topi knena, se bën as knena referi. Po të bëj ke tonën, zvike puna ko heq. Apo kuptan, e tash interpretimi është gjithçysh edhe në emisione edhe kështu, po përgjithësi është përmirësuar mas të madhe sporti edhe referimi edhe krejt. Për shembull, kur na thëshin neve ka me ardhë varin, na bëj shumë ai gare. Ai du never, po për një me u bo. Për një me u bo edhe na ka e qartëson i heq dilemat mas të madhe, dhe më thonë të na, sidomos të popit e balkonit, më rëndësishme është me heq dilemën, mësë me zhega tina të qyrë që ka ndoha ma boni as ma boni. Po e vërtet, po që... Me heq dilemat. Po sporti tash ka pru plot regula të reja, tash, sidomos futbolli. Ka pru plot regula, ka pru plot që, po ma merr mendja si kur këto standardet e BE-s, din kur direktivat, kur thojnë, na si Kosovë, desa t'him BE, kur t'fillojnë direktivat, na desa t'ja nisëm i plëcu, atje veç i treja, atje dalin treja, e të nëzojnë një minjo, si kur bukt, typin një minjo. Na duhet me të vërtet me qenë pregatitën si shoqni, si federat ku jemi, se tash edhe shqyqyr zotit edhe ligjin e sponsorizimit, tash kanë fillu edhe sponsorët, do me thonë ka fillu mu ngrit edhe vedia edhe tek bizneset, do me thonë ku duhet edhe me sponsorizu, edhe me pa që të pakten duhet me dhonë me shpirt ato, i smeti me ekipën e vetë, e lyp kaq i hep, po du me qenë sponsor, e ka venin e vetë, mu kujtohet në përplës stadionit uja, kam pas boksat, ka dhe tullë se cili investitor që ka pas të vetin, unë e ko marrë pjesë 2 vene ato, edhe i ka pas me ushqim, ato bile me 2 balkona, mrena me gjam edhe jash me dalë kërë konë koha e mirë. Anglia është shembull, Premier Liga është shembull i organizimit, Anglia është shembull i organizimit, tifozërit, dhe me thonë edhe revolucion, edhe si me bo tifozlak krejt vjen për Anglisë. Po që ke po, pe anglezve që ta kanë gjbo stadionin, sot e ki patela, zgudzon as me filikash me gju. Është ligji i fort. Po që to po du me thonë, të na i ka pru ko gjatë do regula. Por shambull, tash dore zemër, unë e di që është emocioni, është ndjenja, që po thumë i dilemat, se a i si bjen filikashit trëp aty, au ku të mës, ato, këtë regull, po, e mytë, po, vesh me gju, jënë pasojat me shekish, e të na, unë bashkë të meritoni, për shambull është rasti që sa zgjatet, e stërzgjatet, e ato, e shkone, ma diti njerës, në anën tjetër, vesh pi motivon që me bo veprat të tilla. Këtu duhet më ndërprej, këtu duhet mi dënu, po, rrethanat e tilla, na veç muna me marrë bre kopjes, kena nevoj kur gjumë me zbulu këtu. Për shambull, lejtar ton, ose shikus ton. Neve na ka penalizu shumë ajo periudha e jo shtetësis, ajo periudha kur nuk kemi pas as institucione, apo kupton, se pak jemi dal për i renit edhe si shoqni. Tash mu i me thonë se gjitha dit është pak, është ma mirë, sidomos unë gjithmonë thëmë që fëmijët e tonë kanë me stabilizu. Po, kanë me stabilizu se janë fëmijët cilë të rritën në rrethana të rregullit. Rrethana normale. Në rrethana normale, na qyshin arritan ato të jetë. Ku zotja me të buke lëngë të goksu nga tërt me do këpucat shkyme me do. Po kon represioni, o kon ajo, o kon... Unë si fëmi pe i lakrishtës shkresha mu lom badovcën komë, moshën e djallin tem se lo që ta është minimarket me shku me ble. Me ble, na e mi rrit në rrethonat. Ndryshe. Na ti më të kujtohet me një co buk që i thëshin kërp ma do buk me sheqer. Me sheqer. Po që ato të ka knash.
Sot ta lyp Nutellën, i lyp ato, i lyp kushtet, edhe apet nuk ngan. Apo mirën fëmijët me futboll. Po, mirën me sport, djali edhe futboll, ushtron edhe pak basketball, vajza volejball, Sa mirë. stërvitën. Mirë është sporti, është i mirë, ju preferoj gjithë prindve nëse kanë edhe mundësi dhe nëse kanë ofër një aktivitet sportiv. Çfarë do lloj sporti, nuk ka rëndësi, vetëm fëmijët që mirën me sport janë shumë më të shëndetshëm edhe janë më tash edhe me heq pi telefonave, pi këtyne teknologjisë. Është shumë e rëndësishme. Shumë është me rëndësi kjo Ismet unë për shoh sa po muni ju me ngrit zonin për shembull tek institucione që është komuna e Prishtinës, në komuna tjera, si klub për shembull, me qenë më shumë stadione, me qenë më shumë. Unë e shoh të bash janë dy fusha të tenisit. Edhe i kanë privatizuar se aty me thonë të drejtën si fusha janë po shumicën e raste kur komesun aty kom pa që janë të shti njerëzit tu për lak si pitbulla, po aty mandej tash ardhi dikush i ka organizuar, ka qitë do ullë se luajnë tenis, po veç tenis për shembull. Këta ajo sofali nuk ka një fushë ku shkojnë me lu për shembull. E shën atë stazën që sillen aty është një 600 metra, aty më shumë ki, ajo është për vrapim, më shumë ki nana me kolice, me fëmijë, me kohë, me do se sa për çka është dedikume. Kemi nevojë më shumë si Prishtinë. Gjithsesi. Me qelë palestra, me qelë për tenis, për futboll, për basketboll. Na mas pari, unë ju kësha sugjeru politikës që me da Ministrinë e Sportit, me da veç, sepse na kemi shumë prirje për sport si popull, edhe sportin me trajtu prej sportit amatorës, ata që mirën për qef me sport, deri te ai profesionist. Dhe më thonë, kjo është, të na gjdo gja shkon me zar, gjdo gja shkon me do premtime, ka pak rajnë. Jo, ka pak, po ka pak. Ka shumë. Po që tash e keni veç babën e deputet u botash. Trajneri Bilbili. Bilbili, po, e urojna profën që u deputet. Shpresojmë që profa do t'i, edhe unë besoj që profa do t'i shtynë disa procese për para, sepse profa është kallon kontribut jashtëzakonshëm edhe unë mendoj se sidomos e kanë nxjerr. Si na gjithë kemi pas trener, sidomos në aspektin e infrastrukturës kemi shumë nevojë. Po kemi mas pari nevojë me trajtu sportin veçanërisht prej kulturës, arsimit do të mu do Ministria e Sportit me kon, sepse na ti e din edhe në kulturë, na kemi shumë mangësi, do me thonë na si popull kur janë nisur me trajtu kulturën edhe sportin në nivelin më të lartë, atëherë mujna me thonë që jemi shoqëni në rregull. Te na çdo gjë tjetër ka rëndësi se sporti edhe kultura. Me smet, me ardhet ajo pikë, kush e di çka kishim bua, kush e di ku kishum arrit na si shoqëni që jemi në Kosovë. Tregona pak për UFC, për Habibin e kishëm. Na e kemi Te kom një diçka se ti edhe pak me Ultimate Fighting Club edhe është një sport pak sa i e gënirone këto po është sport pak ma iron, po gjithsesi është sport. Na e kemi pas edhe e kemi alo shok migjen e Habibit Nurmagomedov, Aleksin Abdul Nasir e kona e thirë shumë Alex Abdul Nasir Nurmagomedov, tash bile është në Gjermani, edhe po Nejmedin Azgjiu, Armen Dalko, Debatik Curi, Ahmet Jonuzi edhe unë, mesqet e pare ja kemi financu bashkë në Ukrainë Poltav, se na e kemi njoft azgjën e ti, edhe baba i këti është trener, ka ardhë me do luftar 3, edhe ka qenë shumë interesant, pa të nejt ofër një mujdit, pa të nejt në Poltav në qytetin ku kemi nejt në aty, edhe jemi shoqënu. Para disa dite e më digju me gjagjajnë e migjen e Habibit. Edhe që tregona pak interesant që kanë ndodhur, që shka i meq, që shu dokshin se jon pak tipat çuditshëm. Unë i shoh i përcjellin në për këto rrjete sociale, i kanë do vesh pak, ju thojnë cauliflower ear, aty lule lakre pak e do shtypje, do presione, i kanë do nervoza, do thymje durve, është një farë sporti pak më i çuditshëm. Për ato po them, me qenë një aty në agjerushëm, në rastin e tij, ai ka shumë energji, shumë shpenzon, koncentrim, kurse te futballerat edhe pse janë në sport, janë 10 lojtarë, apet pakten dikush me çalu nuk vrihet shumë. Te ta është s'ka një me një, ja fiton ja up, ja të thënë ja edhe ki me thyrë. Ata unë s'kom pas për veti kur si i lirë pes afërmi sportil, përmes rrjeteve po, gjithjem tu dishysh. Atere,
se kjo ka qenë vitin, mos gabofsha 2006, 2007, mos të bëhet, domethënë, se nuk jam mirë me datas. Po çfarë lidhë kërkosh? Po. Në ring të boksit, domethënë, ringu i boksit nuk pat oktagon, nuk pa ringi i boksit. Po që meqet u zhvillojshin, domethënë, luftë e lirë. Luftë e lirë kishte drejt mundje, vetëm jo me bryla nuk kam pas drejt, domethënë, me bryla nuk kam pas drejt. Edhe u majt aty, kampionati u majt në Poltava aty. Edhe luajtëm futboll i qumë të qendra stërvitore aty, e patën ata një dështo dhe shku me lujt futboll, edhe të lujt futboll tash ata u kapën nërmje veti. Ajo është normali si me ogër buk. U kapën nërmje veti ata, bile kjo piskati, kjo treneri vetë. Mos e borë që këtë sponsorat këtu. Pa na i kalzoni tha vendin që i keni gjithë, ta me na i kalzoj karakterin. Kështu se u kapën ata. Po normal që jenë pak ma tegër, ma temperament. Është e vërtet. Për në qasin i pas na një dy kur na muin e me tilshu. Me thonë, habib, jazlap, limona pak, të morëm në i loj. Ata veç konstrukti që shekana, e ke pa që shduken, ti shti i nethët. Këta janë të Republikës Dagestanit edhe ata sport nacionale kanë mundje. Mundje. Sport nacionale aty, kalzej kë shoku jonë, kë Aleksi, tha aty i shep lesht ka 70 vjetë të urzu me njoni tjetëri. Shumë interesant është. E kanë sport nacional. Sa interesant, Ismet, po dhe. E të na, për shambull, për qfar sporti këshumë si gjuru përveshoj, tyve që kanë ka 70 vjetë. Dhe të na është një shprehje në fakt që e ka thonë edhe i ndjeri baba jëtë njerë, kurse arrojmë kemi najt në një kafe ku e ka pas zyre në Gjaramosh aty të avokaturës, edhe rasisht kalojmë aty, në tu najt kalon njoni edhe e pythët, o Gjaramosh, apo në qebe, thët, Sovjet i ki, tha asnja, tha shkun krejt. Që atë ne kuptu me kish pas dit litët, se në të regoj liri dhe 80 vjet i ka bo. Dilshan, s'kemi pas na fort tradit me stërvit. Unë para luftës dilsha me stërvit, ma bëjnë ke liri vlarë, dhe ke se ata të thonë ko i shia o bo dalë kjo, dhe në kalibrit, po dalë po nga vetë. Po kuptan se për para s'ka ushtru, sikur tash e shetë o vrapo, është ka ndryshu pak edhe kam pa sene. Pa ta në albire para një shpis, pak i zgaqa muskit edhe në dull një plak, tha, qa po më dredho është ati? Para tërë, shko ma nalë dredho. Qa ti është veni dredho. Po kuptan, unë i zgjatë qa muskit e se po është ato. Qa po më dredho është ati, dha? Shko pak po. është tash pishon e ngërmi pisho Ismet, sa është u zhvillu vedia, u ngrit kultura, pisho plesht vjetër të ecë, me këto farshtoga tash i piblen, pisho me patika, me trenerka, tash para luftës ti me pa një gjyshe se nonën ta me trenerka, me dalë, unë nuk e pas shansë, me pa një plak vetë, në 5 mëngjes, më shku në tokë bashe me ecë, po nuk e pas shansë, tash u ngrit vedia. Kjo është vesh një lloj kulture, jemi avancu në këtë aspekt. Edhe në sport që po thuni, edhe në krejt, po shpresojmë që jo vetëm aty në kulturë, në sport që kemi arrit shumë si shoqni që jena gjithka me arrit. Po ma merr mendja. Shpresojmë. Ismet, faleminderit shumë që gjete kohë me qenë pjesë e Ilirs Podcast. Me të vërtet na ke kënaqur me këto muhabete, këto storjet e tua interesante, se jemi mësu me të po gjithë, thash edhe më herët, jemi mësu me të po gjithë ka nena, patëm qef pak diçka me një pejte, diçka pak ma ndryshe rreth eksperiencës, rreth jetës tone, se ki ko gjani bagazh edhe duhet pak edhe mi shkru dosane me met, kur si dijet, mas 20-30 vjetë, 50 vjetë, dikush i shpalos ato. Ne kemi që ato si shoshni një munges që s'polojmë. Jemi enciklopedi të gjalla, njerëzit nuk po kanë ku me marë. Kur po vdesim adhe, po na thojnë Allah ke vdesi liri, o ku një mire, o ku kështu e, ka bo kështu e, ka dite. Duhet me fillu edhe atë pjesë me zhvillu. Edhe njerë faleminderit shumë që ishe pjesë. Ishte knatësi Ilir dhe shumë suksese për të përcjellje në podcastin fantastik. Faleminderit. Edhe dëshiroj shumë sukses. Faleminderit shumë Ismet. Pra me neve sonte ishte Ismet Munishi, ju lutem bëni sa ma shumë subscribe dhe like. Faleminderit shumë.